E shikues të dashur, tash ora po shënon 7:47 minuta dhe në minutat në vazhdim ashtu siç paralajmërova edhe më herët do të takohemi me Erzën ku do të diskutojmë rreth rasteve të reja me fruth në Kosovë, e që me më së shumti raste tashmë sipas institucioneve ka ferizaj. Sidoqoftë informata të tjera të detajuara do t'i marrim përmes kësaj lidhje direkte. Mirëmëngjesi Erza. Mirëmëngjesi Agnesa, mirëmëngjesi për të gjithë shikuesit e Koha Vizionit. Sa i përket fruthit në javën e fundit është parë se është vërejtur një rritje shumë e madhe e rasteve të fruthit në disa zona normal, gjë që e ka ngjitur shumë shqetësimin për të gjithë qytetarët tanë. Po për më shumë detaje rreth fruthit, normal smundjes së fruthit dhe rasteve aktuale, këtu me mua është doktoresha Albiona Rashiti. Mirëmëngjesi doktoresh, faleminderit shumë që pranove me nda këtë kohë bashkë me neve. Mirëmëngjesi, faleminderit dhe prej juve. Atëherë sa i përket situatës epidemiologjike me fruth në vendin tonë, prej paraqitjes së rasteve të para, të cilat janë paraqit ka mesi i muajit prill, e deri më sot i kemi total të konfirmuar 14 raste me fruth. Sa i përket regioneve, i kemi numrin më të madh të rasteve nga komuna e Ferizajt, më pastaj kemi nga 3 raste nga komuna e Prishtinës dhe e Kaçanikut, si dhe nga një rast kemi në komunën e Lipjanit, Fushë Kosovës dhe të Gjilanit. Sa i përket grup moshave, numri më i madh i rasteve i takon grup moshave 12 deri në 36 muaj dhe çka është më rëndësishme për pjesën e shëndetit publik, të gjitha këto raste janë të pavaksinuara me vaksinën kundër MMR-it, faktikisht me vaksinën kundër morbillit, mamësit dhe rubellës. Si rezultat i rritjes së rasteve në Kosovë, ne si Institut Kombëtar i Shëndetit Publik me mbështetjen e Ministrisë së Shëndetësisë kemi marrë masa me njerë për intensifikimin e aktiviteteve tona. Fillimisht kemi organizuar takimin e Komitetit të Inteligjencës Epidemike, takimin e Komitetit për Smundjen Infektive, në mënyrë që të rritet vigjilenca e profesionistëve shëndetësor mbi rëndësinë e rasteve me fruth. Pra, kemi hartuar një numër të madh të dokumenteve, të cilat janë ndo me profesionistët shëndetësor, përkatësisht me pediatër, me mjek familjar, me infermier, si dhe me prindërit hezitues. Po ashtu kemi përgatitur shkresa për institucionet parashkollore dhe shkollore, në mënyrë që të gjitha këto në bazë të këtyre shkresave, të cilat janë shpërndar nëpërmjet të qarkorës informative nga Ministria e Shëndetësisë në të gjitha nivelet e kujdesit primar, shëndetësor, kujdesit sekondar, si dhe ati terciar, si dhe në këto institucionet parashkollore dhe shkollore. Çka kemi ndërmarrë aktivitetet të tjera, dhe më thënë e përmendëm që me rritjen e vigjilencës në mesin e profesionistëve shëndetësor, ne kemi kërkuar që ata të rrisin vigjilencën në identifikimin, në mbikëqyrje, në testim dhe në konfirmim të rasteve të mundshme, të dyshimta dhe të rasteve të konfirmuara. Po ashtu kemi intensifikuar daljen në teren, kemi organizuar tryeza të rrumbullakta, organizim të ligjëratave në shkolla, në institucione parashkollore, me akter të Ministrisë së Shëndetësisë kemi realizuar vizita në qendrat e mjekësisë familjare, po ashtu me ndihmën e profesionistëve shëndetësor, mjek familjar, më pastaj mjek pediatër, si dhe profesionistë të tjerë, të cilët na kanë përkrahur në lansimin e fushatës nëpërmjet posterëve, që kemi bërë thirrjen në popullat për vaksinim. Do me thënë, në këta poster kemi nda persona të cilët kanë bërë ndarjen e përvojave personale nëpërmjet vaksinimit të fëmijëve të tyre, të familjarëve që kanë bërë thirrje për vaksinim, do me thënë, të rritet dhe disimi i popullatës, veçanërisht i prindërve, mbi rëndësinë e vaksinimit. Çka kemi ndërmarrë tjetër, po ashtu kemi lansuar edhe video nëpërmjet webfaqes së institutit, rrjeteve sociale, po ashtu webfaqes Ministrisë së Shëndetësisë, po ashtu këto video për thirrje për vaksinim i kemi lansuar edhe në disa mediume me të cilat do të thënë kemi bashkëpunim, duket edhe në mediumin e juaj, kemi lansuar këtë video e thirrjes për vaksinim.
Por ju e përmendet se keni dalë në terren dhe keni bërë aktivitete të ndryshme për këtë rast. Për cilat janë shkaqet kryesore që e bin deri tek sëmundja e fruthit? Tani shkaqet kryesore lidhur me situatën epidemiologjike në region, pasi që kemi rritje të rasteve në region, është e pritshme që të rriten rastet edhe në vendin tonë. Çka është një rrezik? Ulja e mbulueshmërisë. Këtë vit në raportin vjetor të vaksinimit kemi vërejtur që kemi një ulje të mbulueshmërisë me vaksinën MMR, pikërisht me dozën e parë e cila merret në moshën 12 deri 15 mujore, dhe kjo mbulueshmëri ka rënë në 82%. Pra me rënjen e kësaj mbulueshmërie pritet edhe rritja e rasteve. Për shkak se procesi i vaksinimit qëndron në një proporcion të shtrenjtë me paraqitjen e rasteve. Pra kur kemi rritje të vaksinimit, kemi ulje të rasteve dhe e kundërta. Qëllimi jonë është që me rritjen e vaksinimit, domethënë të rrisim dhe imunitetin kolektiv, dhe me rritjen e imunitetit kolektiv kemi dhe një siguri shëndetësore në tërë popullatën. Duhet të cekim se programi i zgjeruar i imunizimit është një prioritet qeveritar dhe Ministria e Shëndetësisë është ajo e cila siguron qëndrueshmëri financiare me sigurimin e vaksinave të kalendarit obligativ, ku ne deri më tani i kemi në kalendarin e rregullt të vaksinimit 13 vaksina dhe bëjmë apel tek prindërit, tek qytetarët që t'i vaksinojnë fëmijët e tyre në mënyrë që ti parandalojmë këto smundje të cilat janë vaksinë preventabile, këtë rast që kemi fruthin. Pra bëjmë thirrje që fëmijët të vaksinohen me dozën e parë, e cila është në moshën 12 deri në 15 mujore, dhe doza e dytë e cila duhet të merret në moshën 5 deri në 6 mujore. Ju përmendni vazhdimisht vaksinimin edhe mos vaksinimin e tyre. Edhe shumë persona hezitojnë me sa e shohim që të mos vaksinojnë fëmijët e tyre. Sa ndikon dhe sa është e rëndësishme të vaksinohen fëmijët dhe pse po mendon sipas jush që hezitojnë për mos vaksinim? Është e rëndësishme që të vaksinohen, tham se përderisa janë vaksinë, po mendoj smundje të cilat janë të parandalueshme me vaksina dhe i kemi në dispozicion këto vaksina, është mënyra më e mirë dhe më e lirë në mbrojtje, domethënë prej smundjeve ngjitse. Për fat të keq, sidomos tek vaksina e fruthit kemi një hezitim për shkak të qarkullimit të disa teorive konspirative, të cilat kanë ndikuar që prindërit të hezitojnë. Mirë, ne në kuadër të lansimit të fushatës tonë për vaksinim, kemi dalë edhe me disa publikime të cilat janë bërë në vende të ndryshme. Për shembull, një publikim dikon me 650.000 fëmijë që është bërë në Danimark në vitin 2019, i cili është një studim kohort që tregon se është bërë krahasimi në mes të këtyre fëmijëve të cilët kanë marrë vaksinën e MMR-it, si dhe ata të cilët nuk e kanë marrë, dhe nuk është vërejtur asnjë lidhshmëri me spektrin apo çrregullime me spektrin e autizmit. Po ashtu kemi treguar se janë bërë edhe ulëmtime të tjera, siç është një rishikim i literaturës me mbi 2 milion fëmijë të cilët janë inkuadruar në këtë ulëmtim, edhe ky tregon për sigurinë e efektivitetit të vaksinës. Pra, përmet këtyre ulëmtimeve jemi munduar që të bindim popullatën, veçanërisht prindrit hezitues, që të vaksinojnë fëmijët e tyre me këtë vaksinë, e cila është dëshmuar, domethënë në bazë të këtyre ulëmtimeve, që është jetë e sigurt dhe mbron doza e parë, domethënë në 90%, me marrjen e dozës së dytë mbron deri në 97%. E përmendëm edhe më herët që imuniteti kolektiv do të jetë i kënaqshëm nëse është mbi 95%. Por ndoshta edhe simptomat kanë shumica e tyre, shumica e qytetarëve ose prindërve nuk i vrejnë simptomat. Cilat janë ato simptomat kryesore që mund t'i vrejnë prindërit për fëmijët e tyre se kanë sëmundjen e fruthit? Simptomet e para janë temperaturë lartë, ethe, kollitje, domethënë nëse prindit vrejnë këto simptome në këtë kohë, domethënë të paraqiten te qendra më e afërt e mjekësisë familjare, ku aty mjeku familjar apo pediatri do të bëjë nëpërmjet gjendjes klinike, për shkak se ne kemi bërë edhe këto ditë nëpërmjet të këtyre shkresave, kemi bërë edhe rikujtim lidhur me definimin e rasteve të fruthit, pra do të bëj identifikimin
testimin, mbikëqyrjen dhe po ashtu këshillimin për trajtim dhe për izolim të rasteve. Dhe nëse çka është më e rëndësishmja, nëse fëmijët janë në institucione parashkollore, atëherë duhet të identifikojmë nëse në atë institucion ka fëmijë të cilët janë të pavaksinuar dhe ata duhet të izolohen në kohën maksimale të inkubacionit deri në 23 ditë. Dhe nëse deri në këtë kohë nuk kanë simptome, atëherë pas kësaj kohe ata mund të vaksinohen dhe mund të rikthehen qoftë në institucion parashkollor, qoftë në institucione shkollore. Ju në fillim krejt e përmendet për grup moshat të cilat janë prekur me sëmundjen e fruthit. Për cilat janë ato grup moshat më të rrezikshme që mund të preken më së shpejti, mund të themi? Grup moshat më të rrezikuara janë grup moshat nën 5 vjeçare, më pastaj janë fëmijët me imunitet të komprometuar, po ashtu edhe si grupi rrezikut janë edhe gratë shtatzana. Pra këta të cilët domethënë janë në këtë grup të rrezikut, për shembull, nëse i kemi fëmijët të cilët janë nën moshën 12 mujore dhe janë në një kopsht që ka apo në institucion shkollor që ka raste, pra këta duhet të izolohen deri në kohën sa të arrijnë mosha 12 mujore që më pastaj të vaksinohen. Por tek mos vaksinimi që po përmendim vazhdimisht, domethënë a mund të jetë se mund të përhapet ende më shumë se vetë se janë duke u rritur rastet vazhdimisht? Po pikërisht që të mos vije deri tek kjo, domethënë që të shkëpusim sa më herët këtë zinxhirin e infeksionit, ne kemi intensifikuar gjitha këto proceset e rritjes së vedisimit të popullatës, të prindërve që të vaksinojnë, që të kontrollojnë domethënë kartelat e vaksinimit dhe konform moshës ti japin fëmijëve të tyre këto kartelat e vaksinimit. Po ashtu edhe institucionet parashkollore të mos pranojnë fëmijë pa kartel të kompletuar të vaksinimit, pra institucionet parashkollore dhe shkollore pra të bëjnë këtë rishikimin e kartelave të vaksinimit, në mënyrë që të mos kemi domethënë një përhapje më tej. Për shkak se kjo sëmundje është shumë kontagjioze, dihet domethënë që e ka një karakteristikë me një faktor i prodhimi 12 deri në 18, çka do thotë kjo se një person i infektuar, nëse bie në kontakt me persona të pavaksinuar, mund të infektojë 12 deri në 18 persona të pavaksinuar. Pra, me rritjen e imunitetit kolektiv apo imunitetit të tufës, këta domethënë kjo arrihet nëpërmjet të vaksinimit, pra nëse personi i infektuar bie në kontakt me persona të vaksinuar, atëherë aty bëhet shkputja e zinxhirit të infeksionit. Por sipas jush, sa mendon se janë të informuar qytetarët për sëmundjen e fruthit, dhe janë mjaftueshëm të informuar? Unë mendoj që qytetarët janë mjaftueshëm të informuar për shkak se Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik, Ministria e Shëndetësisë, gjatë gjithë kohës domethënë është duke vepruar në të gjitha frontet me rritjen e vedisimit të popullatës, rritjen e vigjilencës së profesionistëve shëndetësor, në mënyrë që të informohen sa më herët lidhur me rëndësinë e vaksinimit dhe të paraqiten në qendrat më të afërta për të vaksinuar persona të cilët e identifikojnë që nuk kanë vaksinimin sipas kalendarit obligativ të vaksinimit. Por çfarë mesazhi kishit ju për të gjithë ata prindër të cilët prindërit gjithashtu dhe qytetarët për parandalimin e kësaj sëmundje? Po mesazhi jonë domethënë si profesionist të shëndetit publik, specifikisht si epidemiolog, është që vaksina është mënyra më e mirë, më e lirë dhe më efektive për parandalimin e sëmundjeve ngjitse. Në kuadër të kalendarit të rregullt të vaksinimit ne i kemi 13 vaksina, po ashtu këto është e inkuadruar edhe vaksina kundër fruthit, andaj apeloj tek qytetarët dhe tek prindërit që t'i vaksinojnë fëmijët e tyre në mënyrë që të mos vijë deri tek paraqitja e kësaj sëmundje që veç kemi domethënë rritje të rasteve dita ditës. Meqense jemi tek fruthi dhe dua të kaloj tek një temë tjetër, pak të përmendim dhe sëmundjen ose virusin e hantavirusit, i cili është bërë viral kohëve të fundit, dhe a mundesh më na tregu sa aktualisht është i rrezikshëm dhe sa është rrezikshmëria e tij të përhapet edhe në Kosovë?
Pikërisht për shkak të një epidemie që është paraqit në një kroqere, faktikisht anije të madhe, ku kemi raste të hantavirusit, kemi pas edhe shumë na kanë kontaktuar mediume të ndryshme lidhur me situatën epidemiologjike në Kosovë. Po duhet të cekim se vlerësimi i rrezikut që është bërë domethënë nga Qendra e Kontrollit të Smundjeve Ngjitse, nga Organizata Botërore e Shëndetësisë, nuk ka rreziku domethënë në Evropë është i ulët për përhapje të rasteve me hantavirus. Për shkak se rastet në këtë anije janë të shkaktuara nga specia e ortohantavirusit që është Andes virusi, që është karakteristik e paraqitjes kryesisht në regionin e Amerikës Jugore, kurse në Evropë kryesisht domethënë nuk e kemi këtë specie. Sa i përket situatës epidemiologjike në vendin tonë, gjatë këtij viti, domethënë nga fillimi i janarit deri më tani nuk kemi asnjë rast të paraqitur me hantavirus, që te ne domethënë infeksioni me hantavirus zakonisht shkakton ethet hemorragjike me sindrom veshkor. Pra, në vitin e kaluar kemi pas një rast, gjatë viteve 2022-2024 gjithsej dikon 8 raste, pra kemi një situatë të qetë, një prevalencë të ulët me hantavirus në vendin tonë. Por si mund të vrejmë që jemi me virusin hantavirus? Simptomatologjia domethënë është ethe, temperaturë, plagështi dhe pastaj mund të shkojë edhe me insuficiencë renale, pra me komplikime të cilat mund të paraqiten kryesisht në vendin, në regionin e Evropës me insuficiencë renale. Por a ka rrezik që ky virus të shndrohet në një sëmundje kogja domethënë të rrezikshme në shëndetësinë tonë? Pasi që virusi hantavirus domethënë në regionin e Evropës nuk karakterizohet me përhapje nga njeriu në njeri, për dallim i prej virusit Andes virusi, i cili domethënë në rastet në kontakteve të ngushta mund të përhapet edhe nga njeriu në njeri, po thash që në regionin e Evropës nuk e kemi këtë specie, andaj edhe për momentin nuk kemi ndonjë rrezik, pra rreziku është vlerësuar i ulët për paraqitjen e rasteve në Kosovë. Edhe një mesazh për fund për të gjitha viruset që janë aktuale, është normal që kanë të gjithë qytetarët frikë prej tyre, që të jenë më të lehtë gjatë kalimit të virusit ose sëmundjeve. Po mesazhi përfundimtar është që me paraqitjen e simptomeve të para të paraqiten tek qendrat e mjekësisë familjare, të marrin trajtimin e duhur, të menaxhohet mirë situata dhe pashtu të izolohen deri në kohën kur kanë simptome, nëse po flasim për sëmundje të ngjitse në përgjithësi. Faleminderit shumë doktoresh për të gjitha këto informacione dhe shpresoj që rastet me frodh vetëm të jenë me ulje dhe gjithashtu hantavirusi mos të përhapet asnjëherë tek ne. Ju faleminderit shumë për mbështetjen dhe për krahjen e juaj. Faleminderit. Agnesa, me të gjitha këto informacione dhe detaje për sëmundjen e fruthit dhe gjithashtu virusin e hantavirusit, po e kaloj linjën tek ju në studio. Erza, faleminderit shumë për informatat, faleminderit edhe për kohën, po ashtu dhe doktoreshës, ndërsa ne tutje do të kalojmë tek një blok i shkurtër i marketingut dhe do të kalojmë edhe në temat të tjera materialet të cilat do t'i ndjekim deri në fund të këtij emisioni.